Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje ministrin e shtetit për pushtetin vendor Erbian Mazniku. Ky fundit është marrë në pyetje rreth 3 javë më parë nga prokurori i çështjes. Erbian Mazniku, një herazi drejtues politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, ka dhënë shpjegime për më shumë se 4 orë në prokurorinë e Tiranës, lidhur me një hetim që po kryhet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Dosja penale është çelur nga organi i akuzës mbi bazën e kallëzimit të bërë nga demokrati Belind Klliçi në kohën kur garonte për kryetar bashkie për Tiranën përballë Erion Veliaj. Bëhet fjalë për rrugën Xhon Belushi në Tiranë, e cila ishte asfaltuar nga punojësit e Bashkisë së Tiranës në një kohë që tenderi ishte ende i hapur dhe nuk ishte shpallur asnjë kompani fituese. Pas denoncimit, tenderi fiktiv u anullua, ndërsa në prokurorinë e Tiranës u kallëzua edhe kryebashkiaku. Nga hetimet e deri tanishme ka rezultuar se Erbian Mazniku, atkohë në detyrën e nënkryetarit bashkisë, ishte në cilësinë e autoritetit kontraktor. Për këtë arsye ai është thirrur në prokurori për dëshminë e tij. Prokuroria është duke vlerësuar nëse do ta kalojë dosjen për kompetencë të SPAK-ut, pasi ka të dhëna dhe indicie për kryerjen e veprave penale.